Përshëndetje teleshikues të emisionit Fshati Jon. Kësaj radhe kemi ardhur në fshatin Rreznik të Voshtrisë, ku do të shohim së bashku jetesën e fshatarëve në këtë fshat, vështirësitë e tyre, si dhe do të diskutojmë me banorët e fshatit. Të nderuar shikues, afër vetes kam imamin e xhamisë këtu në fshatin Rreznik, zotëri Idris Mustafa. Përshëndetje zotëri Idris Mustafa. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur në fshatin Rreznik të komunës së Voshtrisë. Fillimisht flasim pak për fshatin. Sa shtëpi në përgjithësi ka fshati Rreznik pavarësisht? Fillimisht kisha pas dëshirë me tregu emrin e fshatit, pse quhet Rreznik. Sipas gojdhanave të parëve tanë, fshati Rreznik i ka dy toponime. Rreznik fillimisht e rrokun rrezet e diellit, edhe nga kjo e ka marrë emrin Rreznik. Në Artakall është kjo pjesa ka Qiqavica, është fshati me sipërfaqen më të mirë të këtyre fshatrave, fshati Rreznik. Tjetra është se e ka marrë sepse banorët e fshatit Rreznik janë njerëz shumë mikprica. Janë njerëz të cilët e hapin derën për ata të cilën e njohin dhe ata për ata të cilën nuk e njohin. Kjo është dëshmuar edhe në luftën e fundit. E ka marrë emrin nga reza e derës ku hapet dera. Domethënë këto janë të cilat i kemi ndëgjuar pe parëve tanë emri i fshatit Rreznik. Kam të drejtë me thonë sepse unë jam rrit këtu, kom kalu këto vite këtu me këta banor, për mu me sinceritetin më të madh janë njerëz më të mrekullueshëm të cilët rritna me ta, edhe disa kanë shku, disa janë të rritë gjithçka, me ta e kalojmë jetën kështu në mënyrën më të mirë të mrekullueshme. Me çfarë mirën përgjithësi banorët e fshatit Rreznik? Fshati parafërsisht nuk muj me ditë sakt, po duhet me i pas dikun prej 250 shtëpive deri në 300 shtëpi. Kryesisht përpara janë mirë me bujqësi. Tokën e kanë punu, kanë majt lap, dele ma pak, me qito kanë jetu, të rrallë kanë qenë ata të cilët kanë qenë në punë të shtetit, edhe me këto kanë jetue. Tash pas lufte, jeta dinamike e ka bot veten, njerëzit janë kysh në për punë, dikush punë që i thejnë nga punë shtetit, dikush privat, po megjithatë toka e fshatit nuk është djerrin. Do më thonë, nuk mundesh me gjithë që shtojmë një plan tokë që është pa punue. E punojnë, jo nashta tonë kështu, po tokan e punën, janë da njerëzit të cilët fshatarët këtu, merren me bujqësi, e punojnë tokën, qështu. Flasim pak për harmoninë në fshatin Rreznik, a kalojnë mirë fshatarët në mes vetë? Nuk kemi probleme, nuk kemi telashe me fshatar, edhe pse nuk kemi të nifisi. Këtu janë disa lagje në fshat, po nuk kemi këso telashe, sepse tokën e kemi bashkë të gjithë, afër njëri tjetrit. Se cilën ku dalim të toka, unë jam i lagjës Mustafa, e takoj atë lagjës Halili, e takoj lagjës Ujkani, e kështu me radhë. Nuk kemi problem, bile nëse më lejohet me thonë në vitet e 80-ta, atëherë ka qenë Radio Prishtina, është qujtë si fshati me harmoninë më të madhe, ndoshta edhe në Voshtër edhe më larg, fshati Rreznik. Si thash më herët, banorët janë shumë të dashur, janë shumë mikprica, nuk kanë këso të lashe këto probleme, gjithkun ka kështu ka pak, po diçka të madhe kështu nuk kemi. A e dalëm fshatin e juve për nga ona e traditave, a ka ona e dalëm për fshatrave tjera? Nuk muj me ditë sakt kështu pe kur daton fshati Rreznik, po ta them të drejtën,
para lufte nuk ka pas shtëpi që nuk ka pas odë. Odë për musafir, mikpritjen, edhe po lufta i ka shkatru ato, tash pak ka, lagja si lagja ku jemi na lagja Mustafa, i posedon 2 këso oda të vjetra të cilat i kanë qujtë oda me shtrat, i kanë thonë, ti je i ri, nështë si din ato, po ekzistojnë ato 2 oda. Po të marrën e të qajnë njënën për i tyne, edhe të shti ato, të mbylli sy të qajnë tjetën e thu kesh në qiton. Do më thonë njën të njëjta identike. Përgjithsi këto fshatra kësa dhe si të njëjta jemi, po ato mundohemi me i rujt ato traditat, po tash jeta ka bot vetën, rinia, teknologjia ka marrë ato, edhe ka pak ato traditat e vjetra, veç shkojnë të u largu, pleshët kanë shku, në fshat të Reznikut nuk më kujtohet që tash për momentin që është një plak me plis të bardhë, sepse kanë shku pleshë, kanë vdek, Allah i mshiroft, jenë hjek pak ato, nuk janë mo që shenë konë për para, jo. Masi e përmendëm edhe rinin, a kanë bet rinia apo rinë rinia në fshat apo po shkojnë në për vene tjera? Kjo po na dhem të gjithve. Po na dhem se rini ka pas gjithë. Une e kum kry shkollën fillore që të është një fshat Droar, sepse fshati s'ka pas shkollë para lufte. Kemi kry shkollën ato 8 vite, pe i klasës të parë, deri në klasën e 8, çdo herë kemi qenë ka 2 paralele. Do më onë zonësa ka asë njën, se cila klasi ka pas 35-20 nëzans. Tash jo, tash nuk ka edhe rini, edhe kë nataliteti ka pak është rate poshtë, pe ku peshohëm, edhe rini këtu del, këtu është kjo lagja jonë që i thëjnë ana për pare, kanë thonë është uldicë që ku kemi odën e lagjës këtu, del këtu, nuk e takon kërkan, nuk e takon rinin, sepse shumë jenë dalë jashtë, ka këtu po s'ka shumë, pak janë, e kanë gjithë vetën me dalë edhe në gurbet, kjo po na dhem shumë, po fati po na ndjek që shtu edhe babalar tonë edhe krejt, nuk e di a kthehen, as kthehen, gjithve po na dhem se po folet një fjalit të cilën po thënë që ata që jenë shku rrezik humbet, neve po na dhem kjo se ndoshta humbin, po inshallah s'na harrojnë, inshallah e din që është ky vend i tyne edhe kthehen. A dihen shkaqet pse po ndodh ky fenomen që po e lëshon rinia vendin? Me të thonë të drejtën, ndoshta shkaqe ka, nuk është veç një, ka edhe ma shumë, po une pe i kondit tant e shoh se nuk vlerësohen shumë, merret në punë, e kryen ndoshta punën shumë mirë, po nuk vlerësohet shumë ai, dhe kur e shet që s'po vlerësohet, ik. Se shumë herë ndodh i ndrën ato farfirmat, pavarësisht edhe privat, nëse punon në ndërtim për shembull, ai shkon zvlerësohet shumë, e ndrën ato shkon te tjetri, zvlerësohet shumë kur e shet kështu, atëherë pe merr rrugën e mergimit edhe po largohet prej vendit. Bisedum më herët edhe për oda. Thatë që i ka 2 oda fshati kryesisht. A jenë të shfrytzuar? Lagja. Lagja Mustafa i ka 2 oda, të cilat janë shumë funksion ketën mirë, po s'e kërkush do, sepse s'ka. Po aty deshta me të vetë, a i shfrytëzoni ende këto oda? Tash, ma herët, para se mu ndërtu kjo oda, këto që kemi përballë, po, jenë shfrytzu. Po nga viti 2019 e kemi ndërtu këtë odën këto që shohëm, kjo për gëzim, për mërzia që kena, na këtu takohemi, këtu i bojmë takimet e tona. Çdo bajram, sa ardh vjen bajrami, të gjithë mashkujt e lagjës tonë, këtu mblidhemi, çmallemi, e shohim njëri tjetrin, bojmë bajram dhe e kalojmë këtu në odë. Po edhe kur kemi ditëve të pamës, për shembull, rast vdekje, gjithçka këtu. Ato kanë qenë për kohën të mira që nuk zaventsohen, po tash jemi rrit pak, është zgjenu popullata pak ma kallabllak, nuk na zon ato, janë pak ma të vogla. Për këtë arsye janë met nuk shfrytëzohen. Po në kohët e mëhershme a janë shfrytëzu? Oda është shfrytëzu gjithmonë. Këtu po flas për lagjet tonë. Po flas kur tham këtu në herë gjithmonë e kam fjalën vitet e 80-ta, 70-ta, 90-ta, teknologjia s'ka qenë, sikur tash që kemi telefonat. Po pa e thirr kërkush kërkonin, janë tubu me një odë.
kanë nejt deri në Sabah, i kanë bo lafet, i kanë bo dertet me njëri tjetrin. Tash nëse dikush i intereson, po si në të bu ata, si se ka thirr kërkush kërkonin. Ka dalë në rrugë, veç e ka kqyr ku po timon o gjaku dhe janë mbledh ato. Këtu s'ka ndodh me arë një mik i njonit me arë miku në shpe, pa u mbledh e gjithë lagja me respektu mikun sepse ka ardhur. Po, përpara janë shfryzu normal shumë, jeta ka qenë asisoj të cilën e kemi jetu shtëpiat si kemi pas, sikur tash, moderne vëlla. Po burnimi ka nejt nod, gjinia femërore ka nejt që kemi thonë atë shtëpia, edhe jeta ka qenë asisoj. Jo pse dikuna i doket, ndoshta si doket mirë, po për kohën nuk ona ajo. Për kohën gjithçka ka qenë mirë, gjithçka ka qenë me ato rregullat të cilat i ka vendosi zoti i shtëpisë. Kur është kthy sofra, vllavi jam, është kthy darka, gjithë familja ka qenë komplet nod ato. Komplet familja ka hangur buk, mashkujt, buk kanë hangur, pastaj gratë atje, nesërmen i kanë tregue ai zoti i shtëpisë se cilet kush çka me punu, na kemi jetu në bashkësi Kallavllak, kemi jetu me migjen, kemi jetu me djelt migjës, edhe ka qenë dikush i zoti i shtëpisë ato, pavarësisht a u kon i madh ai vogël s'është më nësi, po ka qenë i zoti i shtëpisë, ai ka tregu mashkujve, ti kemi punu këtu, ti këtu kemi shku, edhe ajo e respekti ka qenë gjithherë. Dhe jetën e kanë kalu qasisoj, punët i kanë pas mirë, janë bo i dare, s'kanë pas pare si kur tash, sepse tash s'kanë qenë në përpunat shtetit, po jeta u konë asisoj, e kanë kalu mirë, harmoni kanë pas, qështu, lufta e prishi pak. Po, masi ra fjallat e lufta, si e ka gjithë lufta fshatin Reznik përgjithësi? Fshati Reznik, e thash emnin e fshatit. Fshati Reznik, atë emnin të cilën e përdoret të ponimin e fshatit, emnit fshatit, e ka dëshmu me luftën. Nëse e kupton çka do me thonë hambar, ky fshat Reznik ka qenë hambari, s'pa tham i vushtris, sepse o pak shumë, po fshatrave për rreth po. Dhe jo rastisht njerëzit e kanë zgjedhur Reznikun. Këtu ka pas refugjat në vitin 1998, qysh nga muj maj, kanë ardhur, tash maj, qershori, korriku, gushti, deri me 22 shtator. Të gjithë fshatrat e Artakollit, shumica, e nga fshatrat e Drenicës, këto e kanë gjetë strehem në Reznik, në fshatin në Reznik. Janë drejtu njerëzit tek xhamia. Janë orientu ashtu tek xhamia dhe pastaj fshati i ka hap dyrt edhe nuk i kalon ata njerëzi me najt jashtë. Këtu kanë qëndru njerëzit, do më thonë qysh nga muj maj deri në ofenziv shtatorit. Në ofenzivën e shtatorit këtu nuk e pas ku e qetë komen. Në qetë fshat, ta tham drejten bunaret, puset që i thënja, me uj kanë ranë lëq, se s'ka pas qatë shumë populat uj për ta. S'ka pas. Dhe kanë ra poshtë. Po na, ato që kemi pas, rezervat e ushqimit që kemi pas, kemi gatu 24 orë, ka disa fura, këto fura të cilat i kanë pjek bukë për para, që s'qen nalë. Banorët e Reznikut, gratë e Reznikut. Nuk e dit nëse ka përmen këto dikush, po mu më duket që se ka përmen kërkush, se Rezniku i ka hap dyrt për krejt njerëzit. Kush e ka kërku derin këtu në Reznik, e ka gjetë derin qelë. Në 22, 23, 24 shtatori është ofenziva shtatori të cilën i thëjmë na, këtu ka qenë mbushur me popullat. Jo shpijat, se s'bëhet laf për shpija, as nuk bëhet laf për oda, po edhe plemet, ku lihet i shymi i gjove, në to kanë qenë të mbusha me njerëz, edhe shupat, edhe oborët, gjithë shka me njerëzi. Këtu jemi në këtu lisën, këtu kanë ardhur ndihmat nga Bashkimi Evropian, ndihma ndoshta më të mira që kanë ardhur ndonjëherë në fshat, ndonjëkun kanë ardhur këtu. Po s'ka pas ku me ditë ça ndihma ato, ka pas mill, ka pak do gjëra ushqimore, keksa, kështu, edhe ka pas batanie. I kanë pru për atë popullat. Ka ardhur këtu, ka vizitu fshatin Reznik, një pe kombeve të bashkume, ku dione Bashkimit Evropian, emni i rrugës është ato, Sadaka Ogata.
ka ardhur dhe ka vizitu xhamin, i ka vizitu banorët dhe ka pa popullatën këtu, ka dhënë urdhën më u shpërnda, janë shpërnda. Po ata të cilët refugjat, që ashtu ju kemi qujtë na, të cilët kanë ardhur më herët, ata prap kanë met me neve. Këto të cilët kanë ardhur që të ditë e shtatorit, këta janë shpërndajnë shku në për vendet ndryshme, kurse ata tjerë të cilët kanë qenë më herët, këta kanë qëndru me neve derisa me të vërtet mos kemi mujt as na me qëndru këtu, edhe është dashur me lëshu këtu, edhe na edhe ata. Fshati është djeg deri në 99-ën, këtu janë të vram 23 vetë të fshatit Reznik. Është lagja Ujkani, anej, nën antar, nën vetan, nën fshatar, jenë të vram. Po ma keq është jenë të vram e jenë të djegun. Po jenë të djegun dhe mas 10 dite me 6 prill, mas 10 dite me 16 prill, i kanë vra edhe 4 vetë. Të gjithë të pafajshëm, pa kur gjëveç se po rrinë të në shpi. E kanë vra gjyshin tim 86 vjeqarë. Një plak me baston dorë, me shtag, me krole, kur gjëveç pse ka mujt, kanë vra pastaj një kusherim me gjithë grue, pastaj kanë vra një hoxhi cili është këtu afër, edhe ata, inshallah Zoti i ka falë, ku vrajshin të nesër me një ditëshin fshatin dhe kështu e kemi kalu, u konë vështirë, inshallah se përsëritëm, po unë po kam frikë se pe harrojna luftën. Rinis tashmi të regu hjekat e luftës, nuk e di që shju duket, po na ka pak e kemi përjetue. A kona i do të shënume për këta martirë që kanë ratë fshatit? Po, është shkolla e fshatit e cila e mban emrin e tyre, martirët. Këta e kanë datën me 16 prill, është përmendorja atje në hymjet fshatit ma poshtë, është përmendorja atje ku janë të vendosur martirët e 3 fshatrave, të fshatit Reznik, fshatit Vërnis edhe të fshatit Shalc. Janë të vendosur atje, e kanë datën me 16 prill, kur janë të vranë. A mlidheni për këtë datë? Janë vranë dhe ma herët, jo gjithë me një datë, po datën 16 prill është e caktuar për këta. A kona aktivitet që Po çdo vit mbledhen familjarët, shkojnë mbledhen, bëjnë një aktivitet mi kujtu këta. Flasim tash edhe për ditët e sotme, për infrastrukturën e fshatit Reznik. A ka diçka që mungon këtë fshat? E ka xhamin e cila është ndërtuar para luftës. Ta them një informacion, 80 vite nuk është ndërtuar xhamin në qytetin e Vushtrisë. Për herë të parë, mas 80 vite është ndërtuar xhamia e fshatit tonë. Dhe ajo i ka shërby popullatës në luftë në mënyrën më të mirë të cilën popullata ka pas ato, kanë qëndruar ta, ka pas ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, djalët më të mirë që i ka pas, edhe vajzat më të mira ky populli, të plagosur, pastaj kanë ndodhur që kanë lind nanat, gratë, motrat e këtij populli ato, pra e ka pas xhamin para luftës. Pas luftës është ndërtuar shkolla, pak me financim të fshatit e pak qeveria e atëhershme e ka ndërtuar, ambulant nuk ka në fshat, muj me thonë se shumica e rrugëve të fshatit janë ndërtuar me asfalt, ka pak ato këtu në trotuare, ka pak ato këtu ndriçimi, jo krejt fshatin, po, qështu. Sa i përket shkollave, a ka nxënësa në shkollë mjaftueshëm? Jo, nuk ka nxënësa, s'kam një hori sa nxënësa janë, se unë jam hoxh, nuk e di, po shkolla punon, kolektivi ato janë shumë të mirë, unë e këtu i përshëndes, janë të kujdesshëm sepse na e vladet e tonë, unë i kam 2 fëmijë ato, të cilët shkollohen, i presin mënyrën më të mirë me i mësu që me pas një ardhmë të mirë. I përshëndes këtu shumë sinqerisht, nuk ka shumë nxënësa, si jemi të kënaqur, po megjithatë shkolla punon, gjithçka është në rregull, punon me 2 ndrime. Tash përdesa punon me 2 ndrime, nuk ka pa nxënësa. Para dite janë disa, mas dite janë këta ciklit tëlt, krejt dhe qështu. E cike pra që je hoxh, a ka mjaftueshëm se a i frekuentojnë xhamin në fshatin e juve dhe për fshatna tjera shumë?
për tash, kam bet si me këtë xhamie vinë të fshatit po se po, vinë fshatit Shallci, cili është mbi fshatin tonë, edhe disa banor të fshatit Droar, sepse tash është xhamia në fshatin Mjaliq, me Engjit, me fshatin Droar, është xhamia këtu në fshatin Vërnis, është ndërtume, tash ka xhamia pak ma shumë, përpara ka u bo ma kallabllak, ma shumë, tash pak ma pak, për arsye se po ka xhamia, me njëherë këtu afër është tjetra dhe kështu. Pa xhamat sjena, po kallabllak s'ka, po pa ta sjena. Normal xhamove është po e mbushur, po në vakte ma pak. Gjatë festave të Bajramit, banorët që kanë lëshu fshatin, a kthehen këtu? Vinë me fal Bajramin, po ata të cilët kanë dalë me jetu në qytet, në Voshtrëje, në Prishtinë, vinë këtu në gjitën nalë që shtojmë na, vinë këtu në fshat për Bajram, me i taku fshatarët, dhe kështu po vinë për Bajram. Në aktivitet kështu, a e bën një si fshat ju? Me të thonë drejtën ju, diçka kështu konkret nuk ka e, shumë sinqerisht, përpara ka pas rini pak ma shumë jenë marrë, që kjo është e vogël këtu, po qëto është lujt futboll, është lujt qëto, dhe këtër na, qështu një fjallë, që është terru rinia, tash jo, ato është ndërtuna, e ka ndërtu komuna, pak fushë basketit e kështu. Si pas mendimit tënë, qa kishë ndryshu, se qa kishë shtu në fshatin Reznik? Vallahi, të thëmë të drejten, qa kisha pas qef me ndryshu në Reznik, mas pari mi përshëndet banorët, fshatarët e mi, i përshëndes shumë Zoti i rujt, jenë shumë të mirë, jenë të mrekullueshëm, nuk po di kështu diçka qa i mungon. Pastërtia e fshatit nuk është kejt sa duhet knaqësimi, po megjithatë pra po mirë. Nuk kam diçka kështu konkret për me kërku për fshat. Se të thash, rrugët janë ndërtume, shkolla është, xhamia po, ambulant nuk ka, sepse zakonisht banorët po thojnë ambulant, po nuk ka fort lartë kështu në fshatin Droar, nuk është edhe, se kam informata, ato është mjeku familjar, ka motra medicinale, ka teknik, nuk e di. Tash është fundi vitit edhe mërgjimtarëve se ka nisë me ardhë. A ka mërgjimtar shumë për i fshatit Reznik? Po, ka s'ka shtëpi që se ka mas pakti një, e 2 e 3 përpjet, thuja se ma shumë janë jashtë se sa këto, dhe thamë të drejten sa ku mujt me vrejtun edhe sot e pash në xhami ato, mërgjimtar plot, besa këtu në lagje shumicave që jenë ardhë, se i kom taku da, shumica e në ardhë, e po vinë normal, po vinë 2 herë, po vinë kështu në fund vitit dhe po vinë edhe verës. A kontribuojnë në fshat? Për çka të ka nevoj, po na pa ta, unë ta thëmë kështu një fjalit, edhe na këtu që ka jetojmë këtu, me dasht venin që shedojnë mërgjimtarët. Dhe buka e këti veni këtu janë mërgjimtarët, sepse ata veten keq e lonë, na mos me je keq. Zoti ja u dhash gjithmonë, inshallah vazhdojnë kështu qysh janë, nëse ka nevojë diçka për fshate, për lagje, ku djune, po nuk kemi të lashe, s'kemi problem, bo aki e ka njëherë, veç do të me shenu dikun me ta në telefon, dhe s'kemi problem. Jo, s'kemi të lashe. Por i kthejmë pa në kohë dhe po flasim për fëmirin tone. Si e ke kalu fëmirin tone këtu në fshatin Reznik? Po i këtu kemi linë në vitet 80, në vitin 83, jeta me sfida, me probleme, s'kemi qenë ashtu dvarë, for shumë, që sikur dikush, po standardin e tashit se kemi pas. Normal, i rritën një familje, gati afër 30 antarëve, dhe me dele, me lëp, qobani tyre, do më thonë si e bon 5-6 vjeqarë, si ke ditë që din rrugën edhe mu këthyt e shpia, jo pse të kanë urdhnu ata, po qashtu është dash të mi janë gjitë dorën familjes, dhe është dash me kap shtagën, me ilshu delet, me ilshu lëpt, pastaj turrit pak ma shumë, punë të fushës, token, me prashit, me kosit, këto gjitha çka i kemi pas, dhe rrallë kemi shku në qytet, shumë rrallë kemi shku deri sa jemi rrit 5-16 vjeqar, pse kështu, se koha s'ka qenë asesoj, fort edhe sistemi ka qenë Iran, sepse kemi pas tujën këtu,
forë s'na ka leju, dhe ashtu ka shku femiria, mirë jemi rrit, të shëndosh, po. A ka ndaj ditë të veçantë që e mon menti si banor këtu në femirin tonë? Mas shumë di që ka moj men, është do na mojna men, shumë ka gjëra që moj men, po ajo e luftës i kemi pa kur kanë ardhur banor prej fshatrave të Drenicës, me traktora, me qerre me kual, të lodhur, të raskapitur, nuk e njofshin njëri tjetrin, edhe për neve ka qenë vështirë, ka qenë e rëndë ajo, na kujtohet edhe ndoshta do të vdesëm, do të him në drasa, por nuk do t'i harrojnë ato ftyrat e njerëzve, të cilët kanë ardhur në këtë fshat, kanë nejt edhe jemi bo sikur na me qenë banor këtuhit, sikur me qenë llazën e motra, nuk është më shef kërkush pe i kërkojna. Bashkë kështu po shprehna, s'është më shef kërkush pe i kërkojna, dhe kemi nda gjithçka çka kemi pas për veti, e kemi nda me ta. Kemi hangur bashkë me një sofër me ta. Jetojnë për shtëpia të veta tash, që ato na jesin kujtesë shumë, por ndryshe diçka kështu të veçantë si fëmije, jo s'kam ndaj fangjare, ka po ku me ditë kështu diçka jo. Kështu e kemi kalu jetën, mirë e kemi kalu, me shoqni, me shok, me të lagjës. Disa jemi qenë më canik, disa ma të vogël, disa ma të rritur. Me gjak kemi shku, jemi kthy te shtëpia te familja, çështu ka qenë jeta. Nëse tapet me ngjesu dash çështu, çështu. Sa i përket gjërave elementare, shembull furnizimi me ujë të pishëm edhe me energji elektrike, fshati e Reznik, kështu. Këtu jo fort thellë me gërmu del uji, edhe e ka ujë të mirë fshati. Jo nashta në tëna onë, po megjithatë ka ujë. Pra, për para lufte gjithë kemi pas ujë burim pej bunarit, i thëjna pus. S'ka pas shpi që se ka pas një bunar, se dy nuk i që kanë qelë, se s'ka pas nevoj mi qelë dy, se ka mjaftu aj. Dhe vitet e 70-ta, une muj me gabu me vite, kërkoj fale për që se di sakt, është ndërtun këtu, jo në mes, po pak ma nalë se mes fshatit, kanali i Bërlepencit. Dhe janë e shfrytëzojnë fshatarët me ramjet lirë, e marrin, po nuk ka fortmati ka ardhë dhe ujësilsi, e ka pru komuna ujësilsin, dhe nuk kemi problem me ujë. Jo, s'kemi të lashe kështu, ujësilsi, po me bunare, po me punu bashën, është ata ujtë e i Bërlepencit, nuk kem të lashe për ujë. Edhe për fund, a ka një mesazh që kishe dashur me thonë për teleshikues tonë? Mesazhe ka kogja shumë, po mas pari i kisha përshëndet banorët, edhe i kisha përgëzu se janë shumë të mirë, me sinqeritet plot, po nëse e lyp mesazhin pak ma gjanë, ma gatë, duni njëri tjetrin. Mos u shkput një për njëri tjetrit, as mos u shkput pej vllaut, as pej motrës, duni prindrit. Se nëse jeta pezon e kalon mirë, jeta është e shkurt, a nëse e kalon keq, jeta bëhet e gatë. Bënu të mirë, bënu të sjellshëm, respektoni njëri tjetrin, leni fjalë të mira, leni vepra të mira, sepse na jetojmë sa jetojmë, po një ditë do të alshojmë këtë botë, po të paktën më përmend për të mirë, me thonë, kaloni fjalë të mirë, kaloni vepra të mirë. Mesazhi jam është që ky, i përshëndet gjithë, Zoti i rujt, me dash Kosovën, nuk ka vend më i mirë se Kosova, sepse ata djelët më të mirë edhe vajzat më të mirat këtij vendi e kanë derë gjakun për këtë tokë. Na tash rinia e jonë pak po pritojmë edhe njerësën me dhanë për këtë tokë. E duni vendin e juaj. Nuk ka më mirë se vendi jotë. Zoti ju shpërblet. Nderuar, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Të dashur teleshikues, kaq kishëm nga Rezniku i Vushtrisë. E deri në javën tjetër, mirëmbëjtje.